pjesë të Maqedonisë, institucioneve janë edhe shqiptarë edhe në Malzi, kështu që Kroacia ka të zhvilluar sistemin e sigurisë, sidomos atë të ushtrisë karshi, do të thotë këtyre karshi fuqisë ajrore të Serbisë është më superiore Kroacia. Si e plotësojmë njëri tjetrin të tre vendet, Kosova, Shqipëria dhe Kroacia? Çfarë ka njëra që se ka tjetra nga artilleria e rëndë? Po, unë them nuk çfarë do kisha thonë se i përket Komsërisë, Kosova ka një FSK-ja, Kosova ka edhe pse në numër është e vogël për operacione speciale, ka ushtarë të FSK-s që përgatitur. Megjithatë gjasat shumë njerëz mendojnë se FSK-ja janë shumë përgatitur vetëm për këto çka i shkakton natyra që i kemi pa në Durrës, si shembull, ku FSK-ja është tregu. Po në rast se do të kemi luftë, FSK-n do ta shohim në misione speciale, do ta shohim superiore. Sa i përket Komsërisë. Është fuqizuar edhe nga aspektin e dronëve, por edhe armatimeve të tjera, presin dhe xhavelinët që të vinë nga Amerika. Po, këto mjetet të tjera të cilat janë shtesë për arritjen e qëllimit në betejë, Kroacia është, domethënë, deri në ato aeroplanet luftarak që i ka me standardet të NATO-s, janë superior ndaj atyre që pas nesër apo kurdo që t'i japen nga Franca në Serbi. Këto të Kroacisë janë superiore dhe mund ta bëjnë, domethënë, dallimin kur të vije koha apo në një ndeshje të mundshme. Sa i përket operacioneve speciale, e thash atë, për FSK-n gjithsesi Shqipënia edhe ajo ka një bagazh të fuqishëm dhe tani me rritjen e buxhetit është dita ditës do të fuqizohet dhe zotëri Balla kur në muajin gusht apo shtator, kur ishim të thirrur në një mision në Klan Kosova me ushtarakun Gecaj, unë kam jap propozimin se nëse vije në qeverisjen amerikane Partia Republikane, atëherë për Shqipërinë minimumi duhet të ketë 3% të GDP-s. Do të thotë vitin e kaluar kam thënë. Megjithatë, në anën tjetër, zotëri Gecaj ishte kundër mendimit tim, dhe në atë ditë ishte kur Shqipëria mreu GDP-n për 2%. Dhe tani kur erdhe qeveria amerikane, tani zotëri Trump, kërkesa është që të jetë 5%. Dhe unë jam i bindur se në Shqipëri njerëzit janë të informuar se duhet të ketë rritje në kapacitetin ushtarak, sepse është koha për ta bërë atë dhe ajo natyrshëm do të ndodhë. Kam thënë edhe përpara në bisedat tona se edhe ne natyrshëm do të krijojmë harmoni mes neve, sepse duhet të bëhemi ballë vendet nga po vije rreziku, e cila është Serbia, dhe tani kemi arritur në një ditë kur kemi bodhe marrëveshje formale mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë.